Mahërmal jam linë, se në Paris jam linë. Valla një goti veç vjetë që se kam se sa sët jam shumë me lepë. Se që kje shpia janë kokat e vlozën. Boboku i mu, ata ta shtret janë Mitrovic. Veç na dëbobë si jena këtë e që kje shpia janë, në po që ja i zetë lepë 15 bëllica, 100 zupa dhe në. Që kje edhe një që atje ma pësht, se këtë në ero ko pasionik, me dhen, me lëp, me mal, me tykshëm. Por e s'ka pos. Ata sa këna pos, na për pora, veç unë kam pore. S'podu, jo diçka, po tash pore ka ma shumë, po. Kujdesi ndaj bagëtive dhe punimi i tokës nga pothuajse të gjithë antarët e familjes kishte bërë që secili të konsiderohet i barabartë, dhe për këtë arsye harmonia brenda familjes ishte më e madhe. Kështu thot Imer Gjinovci nga fshati Makermal i Skenderajt, i cili shton se tash ka humbur respektin ndaj njëri tjetrit. Makermal jam linë, se në Paris jam linë. Valla një goti veç vjetë që se kam se sa sët jam shumë me lepë. Se që kje shpia janë kokat e vlozën. Boboku i mu, ata ta shtret janë Mitrovic. Veç na dëbobë si jena këtë e që kje shpia janë, në po që ja i zetë lepë 15 bëllica, 100 zupa dhe në. Që kje edhe një që atje ma pësht, se këtë në ero ko pasionik, me dhen, me lëp, me mal, me tykshëm. Por e s'ka pos. Ata sa këna pos, na për pora, veç unë kam pore. S'podu, jo diçka, po tash pore ka ma shumë, po harmoni s'ka heqi. Po jo loj, një 25-6 vjetë, po se unë në para 7-7 vjetë jam kënë Sloveni. Tanë që jam shku shtarë, kër jam morë, jam këthy edhe një vjetë, jam shku në Sloveni, pe atjet jam morë, jam pënsu në Cilës, në Skenderaj, dhe jam dhe në luft. Se këna pënu në vlo, që to kam vlo. Këna pënu, ka pënu në Mitrovic, ku janë mëru për këllicët, unë jam kënë në Sloveni, atër jena kënë bashkë. Edhe më ka thirë, pe atjet e këmë shu, me mirë ku rruga në Mulli, se në Sloveni atër. Edhe me jeta dhe në luft. Pas rasutin, 10 vjetë ma ka morë rrugën, asë që i këmë tho, ku ke lau. 10 vjetë, bashkë nga pënu, ajo kohë heqë i ndërimit, unë jam këmë punë tërë, 10 vjetë ma ka morë rrugën, tash me amon që po vjetë një djoli kishije që atë, një erët mytë. Ja, së konë harmonia e keqe mirë, po janë kohë të varë e regula që nësë mja këthi fjallën, vike musafiri, duke me bojë smet. Teksa na të regon për të kaluarën, a i flet edhe për martesen. Teksa na të regon se si i kishte vdekur gruaja dhe pas disa muajsh kishte vendosur të martohej sërish. Ja, me mëset. Ja, se qatë vjetë, në 83-shën, 80-ën jam hinë punë, 83-shën jam martu, edhe jam hinë që të shpej. Ju shka shku procedura për martesë? Shku shka me shku, se këtine, me mëset. Si gjithë, me mëset, shkëjke, bike fjollin, për hajrë, paqë. Ta që për sa ku mu ishe më pregatit me morë. Qështu ku procedura? Ju. Ja, po që to jam shku, mi po, s'mo begenesve që më rajës veç hajtë. Se pas për vukë që? Maja, që për thejtë dërë Shqipnis, për bëjë shako. Ja, po tash, ata, këtu je kojnë, madhë je kojnë, vendishëm je kojnë. E theshin që tu se unë e kom posë rostin me gromë mas specifik. Gruja porëm ka dikë që kja është e dyta. A, 2 herë e koni marrë? Po, 2 herë. A i të nga zë për rastin e parë që shku kam puna? Për rastin e parë, mi kalon që e gru 2 djemë edhe 2 qika. Sot janë të martum. Jam konë punë, u bile se arre ditin kër rehonu.
që ti e këna pos push që ti një punoj, në shku veç ditë, se unë kësha më shku në punë, me një kusi e mëra, si jam këthin dhe te për dikë, pe infrakt. Sa vjet i ka pas? Ka pos dikon 36 vjetë. Tash, në 83 jam martu, ajo dikë 98, rafsh, 10 vjetë, diçka mu i ku më rënu me ta. I këmë pos 42 djemë me 2 qika. Ta shi këmë pas morë që ta. E mas sa u martove ta i zbërë? Mas 4 mujve. Ty në roko kalajme, ma të se tash, shola si dek, zguj gruja, se se ka pa më sy, vesh një pas milionat. Krejt gratë e kësios me mëllë si marë. Krejt, ma të mirë, atë, ma paralisht du, vlo, njohës për mëj, se ja, për që që marën, budalë s'jam, veç a i që ja budalë. Edhe gratë, se me më dy burat, shpiqen. Njejt ashtë, gjinia e kundër të si gratë, si burat, që pëden. A i thëtë se tash martesat nuk po i pëlqejnë, ndërsa arsyet janë të shumta. Po tash, edhe për para nuk o kesh, po edhe tash ashtë mirë shumë, po s'po më pëlqejnë edhe shumë sene. Cilat sene për shumë s'po pëlqejnë? Po i pasha zetën në vetë, me mujtë në hotel të shkaj. S'po pëlqejnë edhe mos t'i bojnë dos pak për hotelet. Hiq, pse për na dos me bëhet për fëmi, je për të mëdhej. Shkoj në hotel, ku është e një thëmijat? S'morë në thëmi, pse? Po ta prishin harmoni, na për fëmi rënëjmë. Unë mësë me ko, thëmija, unë, që ka libin këtë jam, mësë me ko thëmija. A mo he, ti me, që përthojnë, për bashkjetujmë, edhe për do ma, aja, musë më pëlqe, he, me mujtë, s'ka mundësi, se i kësha shduk, edhe atë, qikin edhe këtë gjollën. E pse po mendon që po ndon, apo argjohet dashnia, apo... Po që sa argjohet dashnia? Po sa argjohet normal. Po bashkete 10 vjetë, tash hajde të bojmë ndorsmen, ane, mira se, përdosëm mira se, e mon men, edhe ti, edhe shyqa, që përthujnë tash vjellën në bardhë. Po edhe atëherë kanë pas mirë, po, tash është, për dë punë, tash atë gjenetin këtë dje, në ato nuk e dinë se si së ko kërkosh, edhe aja atëherë ko mirë, loj për dë senë. Unë ka pas pëlqy bëllë, që u vetë një njëri, jë lejtë, jë kush qëtë, unë jam i zëti shpisë, unë jam i zëti shpisë. Se kur tash në parlament a i ke po, kush konin, se nga keshtu i ngu, që ato ish parlamenti, keshtu i ngu. Ta mërgëmene që asë që ditë shkollë që kanë, e dy janë shmashtaj. Më për shemëll, dhe dikur më pëlqe, dikur thamë, jesë më pëlqe, qashtu edhe e kunder ta, edhe qikës, i je për më pëlqe, jesë për më pëlqe. Qërë shumë rase edhe prindit, që ne e kam një qikë për martu, që tash hajde mërë, që në kam e dhe ikë mërë, se ashtë që të gjene, ashtë 8 vete, janë nate e tresh, nate tresh është. E pa martu, pak e shkollën e kajlëm, tash përrim, aja rrihën, në punë s'ka shansë me shti, qëre, a kesh me thonë, tash më kesh kuptuëm, që se e kam sen se ti mund është me ko qika jam, se ti ka keri, se njët ashtë sikur aja më bo lojnë se lo me shku gjithë kënë punë. Tash është përstërsi e modë për juve, o lojnë ku jam punë, 5-6 femne e këna posë, pasha zëtë, shumë ka posë dallim, tash më atëherë. Kanë ndryshu kohta? Shumë ka posë dallim, në punë, shku të e me full me matë qiku se gru që ko matë, me full false. Ose qika ka ndryshu, Po, mos janë po asë kërkon heqë. Edhe qikat ka ndryshu, bile, në këna posë, edhe i shkin, edhe i bërshjonke, edhe 4 shqiptar janë ko. Po e në konë shumë interesant, të shkur për i ka azej. Atëherë, me shkinë ko, po, o sëllë ke mirë,
Na i nako 95, jo, 100% në ako shqiptarë në punë. Një shkitë në konë, një bërshjollë, ke shqiptarë mirë, bëtë mirë së edhe atë, edhe na. Po tash zdi, tash me shku në punë, unë shkrejnë komunës këndaj. Allah shumë që di ashtë. Imeri flet edhe për largimin e rinis në Perëndim, teksa thot se për herë të parë ishte edhe vetë para disa kohësh. Mirë po, sipas tij, në Perëndim jeta ishte e zymt, por sipas tij, papunësia ka ndikuar që të rinjt të braktisin Kosovën. Qëre, unë para një mujë jam konë një tem turist Gjermani. 3 javë ditë këmë nejtë të qika. Jetë me ftëft, se në Gjermani s'kesh. Këtë ishin të ftëft, akull, veç burë, veç mësë me pas ko qika atë me thmi, nesi të shakti. Punë ka, por e ka, po qa që shi jetë e ftëshme që, sa shta e jetë me, ka buhet në dyre, e në punë. Allah, mësë me pas ko qika. Shkova të djali, një ditë të gjysë. Ja duke me lëshu punë nëj, me nejtë me mu, ose, thash, ja, po këthej na petë të qika. Shkova të që këtë djali vlau, se janë 2 djemë vlau, që janë Gjermani, po një unë e ka shpina e mirë. Shqiptarë bëllë, po ore kanë, po jetën e kishin tarapushkë, që i thëjmë na. Jetën e kishin, di që shme tha, mu, por e t'ja marrë, më thonë shkarë në pasha zëti nuk shkaj. Në Gjermani, ma mje se në Kosovë, bë di hova aki. Edhe kush dë parti që t'vjen Kosovë ma mirë. A t'vjen kesh për rinin që po ikun e të shkojnë? Bëllë, për që shumë mje kesh, që tash dalë që ato në litë, që atje vjen autobusi, nuk shekan, që të ora i kemë. Bëhet baki një mujë shenje e në ora. Të në veç vleshin. Kush ko me kote të kush? Se kush i shku me paspore? Kur. Pe i e qekam që kje një qike e djallë të lautë. Mësën shumë kje, edhe ashtë e autë. Fakultet është... Pse mësë milon shteti pore kësoj? Pse mësë mja mënësu? Hajde që për shemull a ishin s'ka mësu. Po kësoj, pse mësë mja dhonë? Mësë mja mënësu tana papore. Ose ty. Na pet, na mashkët e kim, pak ma ndryshe jetën. Se gjithë një dhe mashkët na fajsujnë. Pse kështu